Kam shumë kënaqësi tani të kem të ftuar nëpërmjet një lidhje me Skype Nolian Lole, gazetar, për të diskutuar pak më tepër pikërisht për rolin e Papës dhe ndikimin e tij global. Besoj e kemi në linjë tani. Mirëmëngjese. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën, shumë kënaqësi t'ju kemi sot. Faleminderit juve për ftesën. Unë nuk kisha dashur të fillojmë pak ndoshta nga ajo që ka lënë pas Papa Francesku, duke pasur parasysh që ka qenë një model i asaj që ka promovuar shumë vlera të rëndësishme në fakt, ndër të cilat edhe drejtësia sociale dhe dialogu ndërfetar. Si do e përshkruanit trashëgiminë e përgjithshme që ai ka lënë pas? Padyshim që të dyja këto që ju përmendët janë vlera që ai ka lënë pas, por ajo çfarë ne shqiptarëve duhet të na mbetet në mend dhe që nuk do të harrojmë kurrë, janë dy gjëra mjaft të rëndësishme. Vizita e tij e para jashtë Vatikanit dhe jashtë Italisë kontinentale, pra në Europë dhe në botë, në Shqipëri në 21 shtator të vitit 2014, por edhe diçka tjetër që më vjen keq ta them, po nuk është përmendur në këto 24 orë të shumë postimeve për Papa Franceskun, shenjtrimi Nën Terezës ishte ai që e bëri shenjtore zyrtarisht në Nën Terezë, pavarësisht se procesi i saj i shenjtrimit kishte vite që ishte nisur, vulën finale dhe vendimin final e mori Papa Francesku, por duhet ndalem pak tek vizita e 21 shtatorit 2014, kur Papa i habiti ndoshta gjithë, i çuditi ndoshta dhe njohësit më të mirë të kishës që vizitoi Shqipërinë. E vizitoi jo më kot, sepse Kisha Katolike dhe njerëzit e saj, prelatët e saj në Shqipëri ishin ndër më të goditurit dhe më të terrorizuarit gjatë pushtetit komunist. 45 vjet në regjimin komunist, Kisha Katolike kishte njohur një persekutim mjaft të rëndë dhe pikërisht për të treguar, për të bërë botës të njohur këta martir të kishës, ai erdhi në Shqipëri dhe ua tregoi në fakt nëpërmjet edhe një gjesti simbolik me kardinalin shqiptar, të vetmin të gjallë, Ernest Roshanin, Ernest Simonin, i cili ishte ai që dëshmonte për krimet e komunizmit në vetë të parë ndaj tij dhe ndaj kishës. E qartë. Normalisht kjo ka pasur një ndikim shumë të madh në përgjithësi në mënyrën edhe se si është parë Shqipëria nga vendet e tjera. Ne themi zakonisht që Shqipëria është një shembull i solidaritetit edhe tolerancës fetare. Mendoni që kjo kishte një impakt edhe në këtë drejtim? Patjetër, sepse bota pa se si u prit nga shqiptarët, pa dallim feje musliman apo katolik apo ortodoks, Papa Francesku. Në rreshtin e parë, në pritjen e tij, ishin si udhëheqësit e fesë islame, udhëheqësit e muslimanizmit në Shqipëri, bektashizmit, ortodoksisë, katolikët, ishin të gjithë së bashku, por mbi të gjitha ishte populli ai që u derdh rrugëve dhe i dhuroi Papa Francesku të parë një pritje si ajo që i kishte dhuruar 21 vite më parë Papa Gjon Pali II, ndoshta edhe më madhështore se sa ajo e 25 prillit vitit 93, sepse ishte kohë tjetër, ndërsa kjo e Papa Francesku të parë ishte një periudhë tjetër, ishte vite më pas, 2 dekada e më shumë dhe natyrisht kohët kishin ndryshuar, por nuk kishin ndryshuar shqiptarët. Shqiptarët ishin të njëjtët, ishin ata që i dëshmuan edhe një herë tjetër botës se bashkëtesa fetare ishte shembull në këtë vend të vogël më mirë se kudo tjetër. Patjetër që po. Mendoni në përgjithësi që ka ndikuar Papa Francesku në perceptimin global të kishës katolike, duke pasur parasysh që përpara tij kemi pasur ndoshta njerëz pak më konservativ, pak të cilët kanë qenë të rezervuar në disa çështje, ndërkohë që kemi Papa Franceskun i cili ka folur për të gjitha problematikat me të cilat bota është përballur. Po, nëse ke parasysh Papën paraardhës, Benediktin XVI është një tjetër histori, është një tjetër preardhje, është një tjetër vinte nga një tjetër vend, nga një tjetër rritje, histori, biografi personale.
Edhe me Gjon Palin po ta krahasosh qasjet janë të ndryshme sepse kohët në cilat e ushtruan papatin e tyre ishin të ndryshme. Megjithatë, ajo për cilën Papa Francesku do të mbahet mend dhe do të mbahet mend shumë është qasja e tij me ata që ndodheshin në skajet e kishës, si në skajet e varfërisë, ashtu edhe në skajet të qenit të qytetar të vendeve të tyre, apo të ikur nga vendet e tyre. Ai u mor shumë me të varfrit, ai u mor shumë me refugjatët, me emigrantët. Mos harrojmë që përpara se të vinte në Shqipëri, Papa Francesku pati një vizitë të tij të parë zyrtare në ishën e Lampedusës, atje ku 10 mijëra emigrantë qëndronin prej javësh, ditësh dhe muajsh në pritje të një shenje për të hyrë në Europë. Kështu që ai i dha botës mesazhe shumë të rëndësishme, pa çka se deshi apo s'deshi bota të kuptojë këto mesazhe. Absolutisht. Në përgjithësi, si mendoni që ka ndikuar qasja e tij ndaj dialogut ndërfetar në përpjekjet globale për paqen, por edhe për mirëkuptimin e ndërsjellë, duke pasur parasysh pikërisht këto që i përmendëm pak më herët. Ai ka folur për ndryshimet klimatike, ka folur për komunitetin LGBT, ka qenë shumë i zëshëm edhe për luftën në Palestinë, kështu që ka prekur çështje të cilat jo gjithkush ka guxuar t'i prek. Këtu ka debate dhe këtu ka këndvështrime të ndryshme. Disa thonë që Papa dështoi në lidhje me paqen, disa thonë që Papa u përfshi në shumë gjëra të cilat nuk duhet të përfshihej. Megjithatë, unë dua të tregoj se simbolikat dhe mënyra se si ai i qasej gjërave apo ngjarjeve shumë të rëndësishme, për shembull vizitën e tij në Jeruzalem, ai jo vetëm u ndal në murin e lutjeve, gjë që e kanë bërë gjithë papët që kanë shkuar dhe kanë vizituar Jeruzalemin, por përqafoi udhëheqësin musliman dhe atë dhe rabinin hebre. Nga ana tjetër u ndal edhe në murin që ndan rripin e Gazës me Izraelin. Megjithatë, ja ku jemi sot, lufta vazhdon dhe nuk është ndalur. E njëjta qasje është edhe me Ukrainën, pavarësisht se Papa bëri shumë, ai edhe u dorëzua në disa raste duke thënë se çfarë mund bënte më shumë kisha, kur mori si shembull mjekimin me paratë e kishës në spitalin e Romës Bambino Gesù të 10 fëmijëve ukrainas të plagosur nga bombat, por nuk mund të bënte më shumë për të ndalur luftën dhe sërish ende sot e kësaj dite lufta vazhdon edhe përtej Pashkëve, me gjithë përpjekjen apo tentativën gjoja për të patur një armëpushim gjatë Pashkëve, kjo nuk ndodhi. Kështu që ka disa gjëra të cilat edhe kisha vet apo papati janë e kanë të pamundur të ndërhyjnë apo e kanë të pamundur të bëjnë diçka. Megjithatë, simbolikat me të cilat ata flasin lënë gjurmë tek populli, pavarësisht se politika bën sikur nuk i shikon. Patjetër që po. Do kisha dashur të kthehemi prap tek Shqipëria, sepse kjo është ajo që ndoshta më duhet ta theksoj dhe ta nxjerr në pa gjatë kësaj interviste, për arsye të ndryshme, sepse mendoj që ka pasur një ndikim shumë të madh në shumë drejtime. Si mendoni që u angazhua Papa Francesku në përgjithësi me komunitetet e ndryshme fetare në Shqipëri, duke pasur parasysh që ne jemi një popull që kemi musliman, ortodoks, katolik, nga të gjitha fetë? Nuk besoj se pati një angazhim konkret të papatit apo të papës me komunitetet, por shembulli që ai mori treguesit duke pritur dhe duke u shfaqur me ta gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vizitës në Shqipëri, tregojnë se ka vende ku kjo bashkëtesë është e mundur dhe duke e marrë shembull edhe një javë më pas në audiencën e tij të mërkurën pas vizitës në sheqin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke marrë si shembull bashkëtesën fetare në Shqipëri, ai i tregoi botës se të tilla gjëra janë të mundura dhe ekzistojnë dhe realisht kanë ekzistuar. Pritja që ju bën shqiptarët pa dallim feje në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Papa Franciskut do të tregonte botës se të tilla gjëra janë të mundshme, pavarësisht se ndodhnin në një vend ku martirët e kishës vërtetojnë se persekutimi, terrori me bazë ideologjike ndodhte. Patjetër. Mendoni në përgjithësi që kjo kishte një rol në mënyrën se si bashkëveprojnë prisit fetar brenda Shqipërisë dhe edhe shqiptarëve në përgjithësi?
Po nuk duhet, tash ka diçka që ne nuk pritëm që të vinte dhe të na e tregonte apo të na e bënte ditur papa këtë gjë. Ne kemi këtë diçka të tillë, është traditë jona, nuk e kanë vetëm prisit fetar, është populli ai që e ka dhe më pas duan s'duan prisit fetar do të janë të detyruar ta udhëheqin dhe ta vijojnë diçka të tillë. Ajo që unë doja të theksoja është se Papa Francesku i ka bërë një shërbim edhe më të madh shqiptarëve dhe shqiptarisë, duke shenjtëruar, pra duke i vënë vulën, duke firmosur shenjtrimin e Nën Terezës. Nuk duhet të harrojmë, edhe ju atje në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të harroni që ishte Papa Francesku ai i cili e riktheu shenjtoren, e riktheu Shqipërinë, shqiptarët më saktë në vëmendjen e botës. Patjetër që po, dhe Nën Tereza vazhdon të ngelet, mendoj, kjo ngjarje vazhdon të ngelet një prej më të rëndësishmeve, kështu që e rëndësishme ta përmendim sot. Në përgjithësi, Papa Francesku kishte disa pikpamje pak më progresive. Si mendoni që janë pritur qëndrimet e tij brenda hierarkisë së Kishës Katolike, duke pasur parasysh që theksuat edhe vet, ka pasur opinione të ndryshme në këtë drejtim? Nuk e di, a jam unë personi dur për të gjykuar doktrinën, teologjin apo edhe mënyrën e drejtimit të Kishës Katolike nga ana e një pape i cili ka 24 orë që ka vdekur. Gjithsesi, polemikat, debatet kanë qenë të shumta, ka patur nga ata që e kanë kundërshtuar, nga ata që sot janë ndoshta kandidat për ta pasuar, por që nuk kanë patur të njëjtin mendim me të. Dëgjoj mbrëm një intervistë të një kardinali gjerman, i minut, i cili do të jetë ndër 4 kardinalët që do përfaqësojnë Gjermaninë në konklavën që do të zgjedhë papën e ri, i cili thoshte që Papa Francisku i parë kishte një pozitivitet madh sepse ai pranonte të dëgjonte mendimin kundër teatrit, me të mund të debatohej. Më pas njerëzit shkonin pa inate, pra dy persona që debatonin, shkonin pa inate në rrugët e tyre dhe në fund vendos ai. Çështja është që shumë vendime të marra prej tij edhe nuk janë zbatuar, siç është rasti për shembull i njohur tashmë i kardinalit hungarez, i cili nuk pranoi të zbatonte të jepte bekimin personave të njëjtit seks në kishat e Hungarisë, pra një vendim të marrë nga Papa Francesku. Këto janë probleme të brendshme të kishës, siç është edhe nga ana tjetër që hezitoi shumë, pavarësisht se foli dhe dënoi, por hezitoi shumë të përmendte, të prekte atë që është ndoshta skandali më i madh i kishës në 100 vitet e fundit, çështja e abuzimeve seksuale me të miturit. Kështu që ka patur anë pozitive, siç ka patur dhe anë të cilat i konsideroj negative. Megjithatë, ky është një debat i brendshëm i Kishës Katolike, unë nuk i përkas atij besimi, kështu që nuk di ç'të them më tepër se sa nga roli i gazetarit dhe nga roli i një komentatorit ftohtë, por janë gjëra që nuk mund komentohen ftohtë. Patjetër që po. Mendoni që vizita e Papës në Shqipëri pati një ndikim dhe ka një ndikim në raportet mes Vatikanit dhe Shqipërisë? Shiko, unë besoj që patjetër raportet mes Vatikanit dhe Shqipërisë kanë qenë gjithmonë të veçanta. Çështja është që ka një mënyrë apo këndvështrim të gjërave, varet se si shohim gjërave. Është nga njëra anë është raporti diplomatik, se Vatikani është një shtet, dhe nga ana tjetër është raporti shpirtëror. Të mos harrojmë që raporti shpirtëror në raport me Vatikanin është më i rëndësishëm. Siç është nga ana tjetër, nevoja që Vatikani, për shembull, që kemi ne, që Vatikani të njohë Kosovën, do të ishte një ndikim shumë të madh, po janë gjëra që nuk vendosen nga marrëdhëniet mes dy shteteve, mes dy popujve, vendosen nga konjunktura politike shumë të thella. Absolutisht, po. Do kisha dashur të ndalemi ndoshta pak edhe në disa prej mësimeve kryesore që ju personalisht mendoni që Papa i la prapa nga gjithë këto vite kur ka qenë prezent në këto shtete, në këto vizita, cilat mendoni ndoshta që kanë qenë momentet kryesore të tij? Shiko, padyshim që për ne shqiptarët mbetet vizita në Tiranë, Shqipëri, aty ku Papa qëndroi, se ishte edhe në një qendër fetare Betania, aty ku motrat e një urdhri katolik
kujdesen për fëmijët mitur dhe njerëz të varfër. Padyshim që kjo vizitë mbetet për ne dhe ne kryesorja dhe ne e kemi e kemi zyrtarizuar dhe e kujtojmë gjithmonë edhe me një bus që i kemi ngritur papës në zemër të kryeqytetit pranë piramidës, ndërkohë është vizita e dytë e një pape në Shqipëri, përpara tij ishte Papa Gjon Pali. Janë të rëndësishme tilla vizita edhe për paqëtimin shpirtëror të qytetarëve, të njerëzve. Unë i kam përjetuar të dyja vizitat, edhe atë të Papa Gjon Palit të dytë në vitin 93, edhe këtë të Papa Franciscut parë, dhe ka një tjetër atmosferë se sa kur të viziton një lider politik, ka një tjetër atmosferë se sa kur vjen një burr apo zyrtar shteti. Ka një tjetër paqe në rrugë, njerëzit derdhen me një tjetër dashuri në rrugë për të nderuar ardhjen e mikut. Miku gjithmonë nderohet në Shqipëri, por miq të tillë janë edhe më të nderuar. Absolutisht. Ndoshta për fund, edhe pse e përmendëm disa herë, do kisha dashur të ndalemi thjesht te impakti në përgjithësi, ose mendoni që e vendoi në hartë Shqipërinë si një prej vendeve, edhe pse ishte vetëm se më ku toleranca fetare ekziston, dhe a dha kjo vizita e tij një mesazh në botë për Shqipërinë? Shiko, mesazhi kryesor ishte për martirët që i kanë dhënë jetën Zotit në Shqipëri, të goditur nga ideologjia politike. Kjo ishte më kryesorja. Shqipëria ishte në hartë, Shqipëria ishte në hartën e besimit, Shqipëria e ka treguar edhe më vonë rëndësinë që ka për të bashkëjetesa fetare dhe rëndësinë që ka për të qenit në paqe me njëri tjetrin në raport me besimin. Çështja është që Shqipëria i tregoi botës nëpërmjet vizitës papës edhe një anë tjetër, anën e martirëve, të cilët për të mbrojtur besimin, për të mbrojtur Zotin brenda tyre dhe brenda njerëzve që u liqnin, dhanë jetën e tyre. Absolutisht që po. Zotrin Olian, ju falenderoj shumë që sot keni qenë pjesë e emisionit të mëngjesit, edhe pse virtualisht, duke dashur që normalisht të na vizitoni edhe në Shkup dhe të jeni prezent edhe në studion ton. Unë ju falenderoj që keni qenë i gatshëm të diskutojmë një temë e cila është aktuale dhe mendoj shumë e rëndësishme për të diskutuar dhe për të rikthyer këto momente te Papa Francesku, sidomos gjatë vizitës në Shqipëri, kështu që ju falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën. Mirupafshim, paqe një ditë të bukur.